Një mbrëmje e veçantë artistike u zhvillua në teatrin Andon Zakoçajupi të Korçës, ku 7 personalitete të artit dhe kulturës ndanë për herë të parë historitë personale të pazbuluara më parë për publikun. Josif Minga, Zamira Kita, Koço Qendro, Llazi Balashi, Ilda Plepi, Ylli Trajqe dhe Blerta Belliu ishin protagonistët e këtij eventi të titulluar 7 zëra, që solli emocione të forta, të qeshura, por edhe lot në sallën e mbushur plot me art të dashës. Organizatorja Sabina Kodra theksoi rëndësinë e kësaj nisme, e cila ka për qëllim të sjellë më afër publikut figurat emblematike të qytetit përmes rrëfimeve të sinqerta për jetën personale e profesionale. Ke parë se si këto qytete po braktisen nga krijuesit dhe arti gjithmonë edhe më shumë po humbet atë vlerën dhe dimensionin e madh që ka. Menduam të ndërtojmë këtë karavan i cili do eci nëpër Shqipëri dhe do shkojë edhe nëpër qytete të tjera, shumë shpejt do shkojë edhe në Shkodër, dhe neve duam të flasim për atë vlerë njerëzore të artit, e cila duket sikur tashmë është kthyer thjesht në një lojë TikToku, por arti i vërtet ka shumë shtresa dhe këto qytete e mbartin me vete dhe neve donim ta sillnim tek publiku këtë gjë. 3 nga artistët që rrëfyen historitë e tyre personale ishin Ylli Trajqe, Josif Minga dhe Llazi Balashi, të cilët ndanë kujtime të çmuara dhe momente nga jeta e tyre artistike dhe personale. Ajo Vaçe Zela ishte këngëtare e madhe dhe në Prishtinë kur e kthyen që për ta risjellë në skenë, ajo kishte një emocion të jashtëzakonshëm, dridhesh. Edhe i thot profesor Çeskut, që ishte udhëheqës artistik, i thot, profesor, si dolla? Ajo e pa që po e kërkoni dhe duhet të dilte prapë. I tha, Vaçe, tashi që s'ke zë, ke filluar të këndosh më mirë. Ky aktivitet shënon edicionin e parë të 7 zëra në Korçë, ndërsa parashikohet të shëtisë edhe në qytete të tjera, duke sjellë në skenë rrëfimet personale të artistëve.